Klasikja e volejbollit të femrave Vllaznia Tirana është mbyllur me fitoren e ekipit bardheblu me rezultatin 1-3. Sfida në fjalë, e cila ishte e vlefshme për javën e 12 kampionatit volejbollit për femra, u luajt në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi të Shkodrës dhe ishte një ndeshje e cila nisi në mënyrën më të keqe për ekipin kuqeblu. Në fakt do të ishte Tirana ajo që do fitonte dy setet e para në të njëjtat shifra, 13-25. Në setin e tretë, skuadra e trajneres Nora Deda pati një rritje të ndjeshme në lojën e saj dhe Vllaznia e mbylli me fitore këtë set me rezultatin 25-21. Në setin e katërt, vajzat kuqeblu gabojnë sërish duke i dhënë mundësi Tiranës ta fitojë këtë set me shifrat 15-25 dhe të gjithë ndeshjen 1-3. Pas humbjes me Tiranën, trajnerja e Vllaznisë Nora Deda ishte pak kënaqur me disa nga volejbollistet e saj. Loja pati rivalitet, them drejtën, por janë ekip që kanë kualitete brenda vetes, jo vetëm lojtarët e huaja, por edhe lojtarët shqiptare janë lojtare potente. Po të krahasosh me lojtarët tona, bajnë shumë diferencë. Mundësia sot ishte me fitu edhe setin e katërt, nëse do të kishin mobilizim dhe besim ma shumë. Por volejbolli kjo është edhe shpesh herë kur mungon besimi dhe kur lojtarët kryesore nuk marrin përsipër sa duhet, nuk mund të kurorëzosh me sukses. Do të arrijm objektivin. Nga dita në ditë, ekipi vjen e formohet, ma mirë, njohin lojën njëna tjetrës ma mirë, por dhe kjo shkputja nga ndeshjet dhe planifikimi i federatës në këtë mënyrë i kampionatit, 2 javë pushim, i javë pushim, sikur bjen pak ritmi i lojës dhe grinta e lojës. Nga ana tjetër, zëvendës trajneri shkodrani i Tiranës, Blerti Sinani, ishte shumë i kënaqur me këtë fitore ndaj Vllaznisë. I kënaqur, ishte një ndeshje që ne e kishim vlerësu. Normalisht ishim përgatitur që ta fitonim 3-0, po volejbolli, sidomos i femrave, është i paparashikueshëm. Setin e tretë lojtarët tona ndoshta pa nga vetënatësia, nuk e di pse, po e humbën. Pas kësaj jave, Vllaznia mbetën në vendin e 5 me 11 pikë, duke lënë pas Teutën, Dinamon dhe Barleti Volej.